Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqil mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, thumma amma ba'du. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Atë e falenderojmë, prej Tij falje dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, salamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin më të mirë, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, të pranishëm, të nderuar xhamarli, e lutim Zotin e Madh Gjelle Gjelaluhu dhe i përgjërohemi atij që agjërimet tona Allahu t'i ban qabul. Ditët e kaluara të Ramazanit Allahu t'i shkrua në regjistrin e veprave të mira me gjunahe të falura, e pjesa e mbetur e Ramazanit Allahu në lutim që t'na jep shëndet dhe t'na jep takat dhe t'na jep motiv dhe energji që të vazhdojmë me vepra të mira. Falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu fillimisht që na e ka mundsue që ta mrim këtë muaj të begat, e na ka mundsu që të jemi bashkë për t'i nda disa minuta me fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Gjithashtu falënderime dhe mirënjohje dhe i shprehim edhe këshillit të xhamisë, të cilët na e kanë bërë ftesën, edhe khatibit të xhamisë, të cilët kanë kërkuar që t'i ndajmë disa minuta bashkarisht për të mësuar diçka nga fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Të nderuar xhamarli, nuk ka në Ramazan diçka më e lezetshme dhe më e këndshme që të flitet se sa për Zotin e Madh te bareke ve teala. Madje edhe Kur'ani Allahu Gjelle Gjelalu, madje edhe fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të gjitha kanë për qëllim që në Ramazan muslimani të lidhet më shumë me Zotin e Madh subhanahu wa taala. Ne agjërojmë që të bëhemi më afër me Zotin. Ne nuk agjërojmë që ti bëjmë malaraman iftaret tona. Ne nuk agjërojmë që ti ndryshojmë ushqimet e sofrave tona. Ne agjërojmë për t'ju afruar Zotit Madh te bareke ve teala. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu kur e ka përmend agjërimin në Kur'an, çfarë ka thënë? Në fund të vargut të agjërimit çfarë ka thënë? La'allakum tashkurun. Në fund të ajeteve ka thënë la'allahum yattaqun. Ka thënë ndoshta me agjërim ju o musliman i falenderoheni Allahut, i bëheni rob Zotit Madh subhanahu wa taala. E në fund çfarë ka thënë? Ka thënë ndoshta ju me agjërim i tutni Zotit Madh te bareke ve teala. Andaj do ndalemi sot me lein Allahu te bareke ve teala me disa prej mësimeve të cilat besimtarit duhet t'i ketë vjel dhe duhet t'i ketë nxjerr nga Ramazani. E para prej tyre, Ramazani ka të ndëruar xhamatli mësime pafund. Edhe 50 vjet mi pas imër prap Ramazanit se një nxjerr në të mirën. Edhe 100 vjet Allah i me t'i dhon imër prap Ramazanit se një nxjerr atë mirësinë e madhe që ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Mirë, po sot do ndalemi me lejen e Zotit Gjelle Gjelalu që ti hulumtojmë burimet edhe ato vendet ku ka mbi kjo begati e madhe e Allahu te bareke ve teala. E para prej tyre, cila është? E para prej tyre është, të nderuar xhamatli, çka i jep kuptim agjërimit? Pse ne agjërojmë? Çka pika buron që na agjërojna? Burimi i agjërimit që na ninojna, që o Ramazani na mbledh me fal taravijën, krejt që të mira, pika burojnë. Burojnë prej besimit në Allahun Gjelle Gjelalu. Pra besimin Allahun subhanahu wa taala, imanin Allahun Gjelle Gjelalu e ka bërë që ti me agjërue. Çka dallon me një njeri për shembull, i cili rastësisht s'ka pas me hangër pin 4:15 në sabah, edhe rastësisht pa dashin e tina deri kam 5 gjimë së nga hangër, sikur që na e kena iftarin. Çka dallon? A mundet me thona edhe unë e kum ninu? I thojnë ajo, sepse ti nuk i beson Allahu Gjelle Gjelalu. Burimi i cili neve na ka bë Ramazan dhe na e ka bër ta agjërojmë është imanin Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj nëse ek imanin pi çdo vepra ajo e diet vepra e kot. Për shembull, nëse një njeri e supozojnë kështu, thot a ban edhe unë të rri pa bukë si ju, ta shoh çish i be. Çka i thënë ana? Jo. S'ka nevojë. Besoj Allahut një herë. Besoj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ti njëherë dush me besu madhninë e Zotit Gjelle Gjelalu, pastaj me besu Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, e pastaj agjëron. Andaj burimi i të mirës së agjërimit ka rrjedh si
si çfarë? Si rezultat i besimit dhe jo anasjelltas. Do më thonë, Ramazani ka ardhur pi imanit, jo imani pi Ramazanit. Andaj, ajo çka duhet na të kujdesemi në Ramazan, cila që me këtë agjërim të arritim imanin, sepse Allahu subhanahu wa taala kur na ka thirrë me agjërua, çish na ka thirrë? Në Kur'ani i dallon retorikën në Kur'an të ndëruar xhamatli. Herna i thot njerëzve ja ayyuhan nas, o ju njerëz, këtu nuk bie dispozita asnjëherë. Donjëherë na thot ja ayyuhal insan, o ti insan, tu s'ka dispozita. Ama kur thoje ja ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam, o ju të cilët keni besuar, a tash ju flet njerëzve të cilët imanin e kanë zemër, edhe ju thot kutiba alaykumus siyam, juve u shkruar agjërimi, që i bie çfarë? Pikët njerëzimit ti të ka zgjedh. Ti a ki thonë kam besu. Pra e para është imani, pastaj vjen agjërimi. E para është imani, pastaj vjen veprimtaria. Andaj të ndëruar xhamatli, imani në Allahun xhelle xhelalu, të besuarit në Allahun xhelle xhelalu i sjell të gjitha të mirat të cilat vijnë pas, dhe jo anasjelltas. E tash, a është e logjikshme? A është me mend që ne ta lojmë anash të besuarit dhe kultivimin e besimit në Allahun xhelle xhelalu dhe të merremi me diçka e cila është dytësore, tretësore? Jo. Andaj në Ramazan, të ndëruar xhamatli, duhet mu njoftu me Zotin pak më tepër. Në Ramazan duhet ti me njoh Zotin tat pak më shumë. Nuk duhet me zon Bajrami ti pa e njoh Allahun xhela mirë. Jo me njoh Ramazanin. Në Ramazanin s'kena çka me njoh. Ramazani dihet, si ver deri në iftar e kije orarin ku ti ndërpret ushqimet dhe pijet e tua dhe marrëdhëniet intime dhe vazhdon prej në iftar deri në sabah i lirë. Kjo është Ramazani, kjo është agjërimi. Por qëllimi, a është e logjikshme Zoti me na lën tan ditën pa bukë për kot? Jo. Andaj Allahu xhan në çdo akt të farzit ka një sinim i cili që të ngritet robi në njohjen e tina me Zotin e vet te bareke ve teala. Andaj në fjalën e Allahu xhelalu ala në Kur'an, në surën Adh-Dhariyat, thot Allahu te bareke ve teala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i kam krijuar e gjinët edhe njerëzit pos që të më adhurojnë. Ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, djali i Haxhës pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka thënë ya'budun ay ya'rifunani, që të më njohin mua, e kur të më njohin me mba sejdë, e kur të më njohin me madhuru mua, me mba ruku, me agjëru, me dhënë zeqat, me bë haxh. Për këtë arsye, gjëja e parë që duhet ta vendosim si themel të fortë është që të ngulisim në zemrat tona iman të fortë. Imani të ndëruar xhamatli e rrotullon krejt busullën e jetës. Shtratin e jetës e ndron komplet. Ja për shembull t'ju asellim një shembull se si e ka ndryshuar imani trajtimin e kujna e disa kategorive të njerëzve. Na jena atje në Ramazan duke fol për Musa alayhi salatu wassalam. Po tash nuk kena me fol për Musa. Po veç t'ju kallzoj sa imani ndikon ndryshimin e kahjes. Faraoni, njëri prej mbretëve të Egjiptit, ballafaqohet me Musa alayhi salatu wassalam. Edhe i thirr do sirbaz. Ato sirbaz janë kon pagan, janë kon pa fe, i kanë besu Firaunit. Kur kanë dalë mu ballafaqu me Musa, çka kanë thënë? Kanë thënë bi'izzati Firaun, me krenarien dhe lartmadhrin e Firaunit na kena me fitue Musa alayhi salatu wassalam. Çështu kanë thënë fillim. Edhe pastaj kanë gjujt ato sehiret e veta, e ka gjujt Musa alayhi salatu wassalam atë shka e ka mësu Allahu gjela prej shkopit dhe i ka mujt Musa. Kur i ka fitu Musa alayhi salatu wassalam, thot Allahu gjele gjelalu, në atë moment kanë ras sejsh dhe sirbaz. Thot fa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin. Kanë ras sejsh dhe sirbaz dhe kanë thonë na i besojnë Zotit botrave. Se na jena sirbaz e dina ma mirë çka ka sehirja, që kjo e Musës nuk ka sehirë, kjo kudret jashtënjerëzor. Andaj kanë thonë kjo kudret hinor, na i besojmë Allahut. Rabbi Musa ve Harun, Zotit Musës dhe të Harunit. Vini re tani. Ndakik kanë ndru muhabeti këtë. Ma herët, kur kanë shku të Firauni, kanë thonë, a na pagun ti që ta fitojnë a Musën? A na eshton rogën si ta fitojnë a Musën? A na japsh problem si ta fitojnë a Musën? Edhe në fund që kanë thonë, pasha faraonin e madhë. Mirë, kjo ka qenë para se me besu. Kur kanë besu? Kur kanë besu, faraoni ka kërsnu. Ka thonë, a i besut Musës? A dullet ka Musa?
A u banët me Allahun dhe pejgamberin alayhis salam? Çfarë I ka thënë? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Ka thënë kam ja u prej durt. Edhe kamt një ka një dur ja lan, një dur ja prej. Një kam ja lan, ja prej. Edhe në fund ju gozhdoj në kryq. Ju gozhdoj në mur. Dhe në fund çfarë ka thënë? Ta shohim reagimin e këtyre që ishin sihirbaza tani besimtar. Që ta kuptosh të ndëruar xhamatli se fuqia e agjërimit, fuqia mi fal 5 vakt namaz, fuqia mos me bë haram, vjen prej imanit dhe jo ana sjelltas. S'ka takat njeri milion vepra të këqija, posa se imani hin zemër. Andaj kur I ka iktur imani në zemër, çka kanë thënë? I ka kërcënu Firauni. Çka kanë thënë këto? Kanë thënë la dajr. Nuk na intereson na Firaun çka fol mo ti. S'ka zarar mo pitije. Na u tutëm pa iman. Tash I besojmë Allah. La dhajr. Faqdi ma anta qad. Në surën Taha ka ardhur, I ka thënë sihirbasti kanë thënë Firaunit, o Firaun, ça dush më ban? Krye. Mirë të ndëruar xhamë, çi ky takat, çi kjo fuqi pi ku buron pe imanit në Allahun xhelel xhelalu. Kthehemi pak te sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kur ka ardhur shpallja te pejgamberi alayhis salam në gadishin arabik. Çfarë gjendje kanë pas arabët? Të mjeruar, andaj ka thënë Allahu el jahiliyetul ula, ignoranca e parë vjetër, ignorancë, pa dije. Mirë po, me çka I drejtoi Allahu xhelel xhelalu? Me çka I drejtoi? I drejtoi me 2 elemente. 2. Lexoni surën e parë që ka zbrit Kur'an, surja 96 mushaf. Allahu xhelel xhelalu çfarë I tha? Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd I cili ka kriju. Veç kaq jo. Në fund të surës wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Ban sejdë. Besoj Allahu. Besoj Allahu gjasa është një. Ai që ne ka kriju, ai na furnizon, ai na jep të mira, te ai kena mukthie. Për këtë arsye, shtylla e parë e cila na ka bën neve me agjëru, cila është besimi. Sa I besojmë në Allahu xhelel xhelalu. Sa ka autoritet Zoti jon te bareke ve tash ta shohim te e dyta. Gjëja e dytë që duhet ta dim të ndëruar xhamati, cila autoriteti I Zotit. Sa ka autoritet te Allahu. Çka do me thënë për ti emri Allah? Zot I 7 palqijeve dhe I tokës dhe Zot I botrave. Çka I bie kjo për ti? Kur ti e dëgjon për shembull se Zoti pas ka thënë çështu, çish reagon ti? Çish reagon ti I bie sa ki iman? Apo, a e di ti për shembull nëse jemi në firmë, edhe je ti punëtor me kontratë, me akt, apo, edhe ti keni shkruajtur kontratë, a shumë kontratë. Unë I pranoj këto kushte. Pala e cila jep punën dhe pala e cila merr punën dhe kanë të drejta dhe obligime. Kur ti merr obligimet e tua, çfarë bën? Kur thuhet tyje, shefi e pruni çket urdhër. Çka reagon? Për shembull, me thon ti një koleg, çu pastroje çeta. Çka I thu? Se pastroj. Ama me ardh shefi me thon, shefi tha, a ka dalë se ka autoritet ai? Se me ta kam kontratë. Të ndëruar xhamatli, madhështia e besimtarit shikohet në çfarë? Në zbatimin e kontratës që ai ka me Zotin e vet xhelel xhelalu. Autoriteti që e zë Allahu xha në zemrat tona, as ne kena besuar Allahun te bareke ve teala. Nuk është muhabet kjo ligjërimi, s'është muhabet kjo fjalie, nuk është muhabet kjo zbavitje, kjo është hakikat. Për shembull, na thojna ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah na mundsof me thënë këtë fjalë, me jetu me këtë fjalë dhe me ndru jetë me këtë fjalë. Çka do me thonë kjo? Ashhadu, dëshmoj se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut. Ç'i bie kjo? Çka do me thonë ç'gjillaf? Kur ti thu ashhadu, unë dëshmoj, ti të nënshkruajt. Unë dëshmoj. Çka jam dëshmoj? Se autoriteti më I lartë I cili ka të drejtë mbi mua, mbi gjymtyrat e mia, mbi shpirtin tem, mbi mendjen time, mbi kohën time, mbi të gjitha gjërat që kanë bënë me mua, kusha? Illa Allah, Allahi. Që kjo ashhadu an la ilaha illallah. Për çeta ti keni nu sot tan ditën. A kish mujt baba me thon rrit 15 saat pa buk? Po I kisha thon nani bab, sa problem, mo ç'knen haune. Kur sum shaj. Ama autoriteti Rabbul Alamin çka ka bë? Ashhadu an la ilaha illallah. Mirë, kush I ka shti 2 miliard musliman me ninue?
Autoriteti Allah. Autoriteti Allah. A e dini të ndëruar xhamatli se me 2 ajete, 2 fjali o boki që ki Ramazan 2 miliard njerëz. Wallahi sot 500 veta, 500 zanca me t'i dhanë. Edhe me të dhanë 20 orë, mush ti mi drejtu ato, a e dini sa vështira? A e dini Allahu xhelalu me sa pak fjalë i ka shti me një minut 2 miliard njerëz veç bashkohor. Do sa pite pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e din sa numri i madh kanë linuar. E mirë, me sa fjalë ka bëu Allahu obligim agjërimin? Me 2. Lexoni në Kur'an. Kutiba alaykumus siyam. Nja, agjërimin e keni obligim. Kjo Allah i parë. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Kush e za i gjallë Ramazanin le ta xhiroje. Kaç. Me 2 fjalë 2 miliard njerëz ju kanë përgjigj. Që kjo çka i bie? Autoritet. Kush ka thënë? Allahu xhelel xhelalu. Me të pas thonë ti shefi po ka qef me ninunja 30 ditë. Çai thua? S'pranon aksi kontrata. S'mujnë me mrejt për shefin pa angër e papije. Mirë po autoriteti Zot, autoriteti Allah. Kur ti ke thonë shhedu la ilaha illallah, dëshmoj se nuk ka Zot i cili meriton adhurim përveç Allahut, ata rininoj. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, pika e dytë, mësimi i dytë që na jep neve Ramazani, cili është autoriteti më i lartë në jetën tona? A është Zoti i Madh xhelel xhelalu apo ka diçka tjetër? Për këtë arsye vëllezër, ne në këtë Ramazan duhet ta ngrisim autoritetin e Zotit në zemrat tona. Kur ta nish një llaf, ka thon Zoti, mos e merr ajgare. Kur ta nish një fjalë ligjërim, pas ka thon Zoti gjithashtu mos e merr ajgare, se ta di se puna është shumë serioze. Kur thoi Allahu xhelal nëpërmjet muezinit hayya ala salat, hajde namaz. Sa të thirr muezini, ato thirr Rabbul Alamin. Allahu ato thirr. E nuk ka let, të ndëruar xhamatli, me të thirr ti dikush një dost mahallës, apo fëmia me thirr 4-5 herë në telefon, kur ta shif se 4-5 herë ka thirr, t'ja çeli, a thu t'ja çeli. E sa njëri vëzër Allahu 5 herë në ditë e thirr hayya ala salat, ky manovron labirinta. Sa njëri manovron aton ketona, pse s'pi përgjigjesh? A nuk ka Rabbul Alamin, a nuk ka Zoti jotaj? Aje ka damarin tanë në dorën e vet, ama i për rahmetit nuk ta nal. Aje ka ushqimin tanë në dorën e tina. Ai ka gjithë shka tua në dorën e vet. A nuk është të ndëruar xhamatli se kur vdes njeriu, të gjitha autoritetet bin me veç autoriteti i Allahut? Mirë të ndëruar xhamatli, ne kur e varrosim njerin, a keni merituar dënjar kush na ka thonë me varros? Kush na ka thonë me varros? Allahu xhelel xhelalu. Allahu na ka thonë, hajde ndroje autoritetin, hajde ndroje. A ka mundësi njeri dashmin e vet me 2 durë të veta e fut në varr? Kjo çka argumenton? Autoriteti Zot ka thonë shtinë çto. Në rregull. Allahu xhallahu na tregon këtu autoritet. Po këtë arsye të ndëruar xhamatli, kur thush eshhedu an la ilaha illallah, ti e të thon dëshmoj se çdo urdhër i cili vije dhe çdo ndalesë e cila vije nga autoriteti Zot, unë e pranoj dhe e zbatoj. Pastaj, sa kam takat, sa e baj mirë, sa e baj mangët, ajo mesele për të cilën kërkoj istikfar, kërkoj falje, por duhet me vrapu për me zbatue. Dhe kur thush eshhedu anna Muhammeden Rasulullah, unë dëshmoj se Muhamedi është i dërguar i Allahut. Kjo çka i bie? Unë dëshmoj se autoriteti i cili ka mri kulmin e autoritetit njerëzor, jo hinor, njerëzor është Muhamedi alayhis salam. Andaj kur të më thoj ai diçka me ba, unë e baj. Si status që e ka marrë prej anës Allahu xhala, Rasulullah. Muhammedun Rasulullah sul Fath. Muhamedi është i dërguar i Allahut. Andaj këtë autoritet duhet me ushqy zemra. Shikoj vëzë njerëzit me u thonë dikush shefi ose dikush diçka që ka të bëjë me këtë dunja, kanë mu nalë rrogat, kanë mu vanu rrogat, s'po ta japin ata, s'po ta japin këtë ndihmë, munohet njëri të drejtat e veta mi lip dhe çfarë dhe krijon në zemrën e vet autoritete të cilat nuk janë autoritete të vërteta. Autoriteti i Zotit, autoriteti, andaj madhështia e Zotit duhet ajo të zëvenin e më të madh në zemrat tona. Shikoni edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, si kishte ushqy sahabët që ta njohin Zotin e Madh xhel xhelalu. Një ditë për ditëve, një voglushe në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wassalam kënon poezi, reciton vjersh. Dhe vjershën kur e reciton e lavdron Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ama për neve vjersh kënosh ka dush, ama autoriteti Allah në pejgamberin alayhi salatu wassalam është shumë i madh. Dhe këtë autoritet Zotit aja ka shpërndarë të tjerëve sa kuptojnë kush është Allahu xhelalu ala. Andaj ajo vajzë e vogël tu recitu poezi, mrena poezisë e tha një fjali, mrena vjershës, tha dhe wa fina an-nabiyyu ya'lamu ma fi ghadi. Tha na e kena një pejgamber, ai do të më lavdru,
Ajo dashte ta madhnoje Muhamedi alayhis salam, ama kjo madhni zguzon me prek madhnin tjetër. Kjo autoritet zguzon me cënu autoritetin tjetër. Cili është autoriteti? Autoriteti pejgamber s'ban me cënu autoritetin Zot. Andaj tha, na e kena një pejgamber, ai e di çka ka nesër. A e di Muhamedi sa çka bëhet nesër? Jo. Andaj pejgamberi sa reagoi tha, nalu, mos thuaj ashtu. E ke këtë varg tha heke. Pse me e ja Rasulullah? Tha sepse nuk e din çka ka nesër veç Allahu xhel xelalu. Kjo çka quhet? Ruajtja e autoritetit. Çka i bante pejgamberi sa? Ju kallzon të njerëzve se autoriteti Allah nuk duhet që neve menaj, çfarë? Me na habit e me mor na pikë autoriteti. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur i shihte njerëzit se si e teprojnë në autoritete, çfarë tha? La tutruni kema ataratin nasara Isa ibn Maryam. Mos e teproni tu mlavdru, mos u hipni për me autoritetin çka ma ka dhënë Allahu xhelalu ala, sepse e shkelni autoritetin e Zotit. Mos e bani tha mos u mbani mu çish e kanë bë krishterët Isa alayhis salam. A ka Zoti djalë? Mirë të ndëruar xhamatli, për me pas djalë, çka dush me pas? Gruaje. E për me pas djalë, duhet me pas gruaje. Për me pas gruaje, a duhet me pas intimitet. A kuptoni sa e ranojnë Allahu xhelalu ala ata? A kupton? Andaj çka tha Benzam? Jo. Mos e teproni ndaj meje, sepse ka mundësi shejtani duke trepruar në lavdrim ndaj meje e shkelni autoritetin Allahu xhelalu xhelalu. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, shikoni. Ne kemi nevojë që musliman, besimtarët ta njohin Zotin dhe pas kësaj njohje ta rritin autoritetin e Allahut në zemrat e tyre. Sa njeri kur e nin emrin Allah kur gjos reagon. Allahu ja kur i përmend besimtarët e vërtetë në Kur'an çka thot? Wa idha tuliyat alehim ayat, kur ju lexohet atyre ajetet e Allahut, çka ju ndodh? Wajilat qulubuhum, ju dridhet zemra. Pse? Sa autoriteti është shumë i madh. Autoriteti është shumë i madh. A keni pa njerëz kur ju shkojnë shefave të vet, kryetarëve të vet, kryeministrave të vet, si u rrin gatitu, këtë me protokollo. Këta me protokoll. E çka u bën që zemrat tona kur përmendet Allahu, kur përmendet pejgamberi alayhis salam, ne e mormi normal. Zena nuk i njohim. Thot Allahu në Kur'an, wa ma qadarullahi haqqa qadri. Njerëzit nuk e din çfarë autoriteti ka Zoti. Njerëzit nuk e din sa i madh është Rabbul Alamin. Njerëzit nuk e din çfarë kudreti ka Zoti i botrave. Andaj këtë Ramazan dhe Ramazanat që na kanë kalu, o dashën zemrat tona autoriteti Zot mu ngrit lart. Tjetra, simi i tretë, të nderuar xhamatli. Çka sinon këtë Ramazani me na i dhon neve simsim? Allahu në Ramazanin e ka pru veç surën Al-Baqara. Kurani ka 114 sure. Veç me një sure ka ardha xhërimi. As një sure tjetër s'ka ka përmend. Vet një hafuzllar, vet një xhallar. Veç me një sure. Në çiket sure, Allah ka thënë ju ledhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju besimtarë keni obligim xhërimin. Pastaj ka vazhduar jam ma'dudat, shahru Ramadan, wa idha sa'alaka ibadi uhilla lakum laylatus siyam, edhe përfundon xhërimi surën Baqara. Mirë. Kur kryhet sura Baqara, Allah i lavdron besimtar, sepse në surën Baqara ka ardhur mas pari namazi, pastaj ka ardhur xhërimi, pastaj është zakati, pastaj është edhe haxhi, pastaj ka adhurime dhe harame të ndaluara në Kur'an. Mirë. Po kryhet sura Baqara, Allah i lavdron besimtar. Vjen Bajrami, cila cilësit ka me tyje e pandam. Me çfarë karakteri po del në Bajram? Tash ka dy dallime. Në Bajram dihet çish dalna, po çish duhet me dalën çetër çka. Na dalna të e prit baklavën, të i prit pra u lirun pinja xhërimit, pinja adhurimit. Ama di çish duhet me dalë të ndërrohet xhamatli. Thot Allahu xhela xha duke lavdru besimtar. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Dhe besimtarët në fund çfarë duaje bojnë? Thonë o Zoti jon, sami'na wa ata'na, dëgjuam urdhrin dhe zbatuam. Cilësia e çdo besimtarit është dëgjuam dhe zbatuam. Apo ti kur jeto xhëru, çka jetu thon? Dëgjova, zbatova. E pse që kjo dëgjuam dhe zbatuam nuk vlen edhe në adhurime tjera? Kur thoje Zoti s'ka me pi raki, dëgjuam, zbatuam. S'ka me lujt kazino, dëgjuam dhe zbatuam. S'bam pa 5 vak namaz, dëgjuam dhe zbatuam. Që kjo adresa e besimtarit, me të nalti një pa besimtar, me të thanë, çka dalloj unë edhe ti? Çka i thua?
Une, që të kemi thonë? Që shi shdash mi thonë, që shi bje. A që shi thojna në atë që të shka? Na i bje mi thonë, ngo, na e kena një Zot që në ka kriju, edhe mu edhe ti. Edhe mu edhe ti. Ama dalimja se unë i thamë Zotit tem, se mi'na, wa ata'na. Dëgjuam, edhe ti e thuk që ta, dëgjuam. A ka dikush në dunja Kur'ani që se ka nije? A ka? A ka dikush që në telefon s'ka Google? A ka? Që tu, a ka dikush që s'ka telefon? I madhi, vogël e keni telefon. Besoj që dha gjilerët kanë telefona. Kretë kanë telefona, nëse s'ka telefon e ka dëni nip, dëni djallë që ka telefon. Pra Kur'ani ka mrije ku? Deri në dorën e si celit. E dalimja se mi'na është e përbashkëta e krejtve. Wa ata'na është e veçanta e besimtarëve. Andaj besimtarët thonë dëgjuam dhe zbatuam. A jemi të tillë na të nderuar xhamatlinë në të gjitha veprat. Për këtë arsye sahabët janë sahabe se ata kanë thonë dëgjuam dhe zbatuam. Na çka thojna? Hayya 'ala s-salah, dëgjuam, jam të lut letra. Dëgjuam, s'kam vakt. Dëgjuam, jam i zan. Që i bie se në imanin ton ka diçka problem. Nuk funksionon. Pse nuk funksionon të nderuar xhamatli imani jon? Pse na sa ajetet i lexojna, sa hadithet i lexojna, sa ligjëratat i ngojna, prap nuk dhezim. A keni pa matorat kur dhezim? Problemu. A e dini të nderuar xhamatli kur i merr ilaçet njëri? A i merr ilaçe? Për çka i merr ilaçet? Mi azbit temperaturën. A e dini se rreziku më i madh ku ka? Temperatura përpjet, a ilaçet ati konsumue, shumë rreziku. Ti kur i merr për shembull e ki 42 temperaturën, edhe e pe paracetamolin. Para më ti me e pije një paket paracetamol, edhe shkon te doktori 42 nuk lëviz hiç. A tha doktori haj se mira. Jo be kjo është rrezik shumë. Sepse paracetamoli patjetër me zbrit temperaturën. E mirë, temperaturën e gjunaheve, edhe mos zbatimit të urdhave të Zotit. Pse Kur'ani nuk pe zbrit te na? A o fajt e paracetamoli a fajt e na? Faja te na. Sepse çiki Kur'an ka nxjerr sahabe. Çiki Kur'ani ka zbrit pejgamberit alayhis salam. Ama çiki Kur'an s'm pana drejton neve. A është te Kur'ani atë na? Të nderuar xhamatli, ka thënë pejgamberi alayhis salam. Njerëzit janë tri lloj. Raport me shpallën që kam ka zbrit mua. Raporti i shpalljes me neve as si raporti i shijut me tokën. Toka kemi disa lloje. Tokë pjellore e cila merr ujin e fut brenda vetes dhe e nxjerr bimën, edhe e nxjerr bereqetin. Toka tjetër është e cila e merr ujin po nuk e fut brenda po e lë jashtë. Edhe toka tjetër e cila merr. Apo guri. Ajo e merr shijun edhe e shlon se ma. Ka thënë pejgamberi alayhis salam. Ai i cili e pranon shpalljen, e fut ujin brenda vetes, brenda tokës vet, shpirtin e vet, mendjen e vet, në gjitha damarët e veta, edhe çfarë? Ka thënë alayhis salam, atëre fillon gjelbrimi. Sami'na wa ata'na. E mora ujin, edhe dul. A e shikoni vëllezër se na piçdo ushqimin ndikomi? Doktorët shumica çka janë të dhënë nasihat të përbashkët, çka janë të dhënë? Shumica e smujeve janë të ardhur prej keq ushqimit, prej keq menaxhimit të ushqimit. Pra, ushqimi i keq po ndikon në krijimin e shumë smundjeve. Pra, patjetër më ushqi që duhet. E pse na me lexu Kur'anin mos më lënë shenjë? Pse mos më lënë shenjë? Pse kur e dëgjojmë nuk e zbatojmë? Sepse ka diçka defekt në trupat tonë, në shpirtat tonë. Andaj duhet të rregullojmë, a jemi tokë pjellore? A jemi tokë e cila e ma ujin po nuk e fut marrëna? Apo runa Zot ndoshta jena mermer. Kaloje këtë oqeanin aty, kot mermerit nuk ndryshon. Andaj, pika e tretë që duhet kemi parasysh, se ne si musliman, adresa e muslimanit cila? Dëgjuam dhe zbatuam. Ibn Qayyim el-Jauzini, dietari i madh i muslimanëve, i cili ka jetuar në Damask, e ka trajtuar një trajtim në aspektin sami'na wa ata'na. I ka bërë dy paralele. Ibrahimi alayhis salam dhe muslimanët e tjerë. Ibrahimi dhe musliman. Allah ja ka thënë Ibrahimit, sa ja ka thënë një evlat, para se milin tjetri. Ja ka thënë Ismailin. Ismaili doli i madh i Ibrahimit, pastaj ka ardhur Ishaku, pastaj me radhë. Kur ja ka thënë Ismailin, ja ka thënë pak më vonë, mas 80 vjetëve. Edhe ka nis mi bë do vjet Ismaili. Kur ti bëhet fëmia 10 vjet, fillon baba e do shumë. Apo, te na maromi kishë spedojna, ama e do. I bëhet na rriçati anësh. Jo be duje se Allah ta ka thënë vlat. Duje, lakmoje, sepse ti sot se lakmon mos ani kur ti bëhen 20 vet, o jo s'po fol hiçki, po ti kur i ki fol? Ti kur i ki fol çaj më të fol. Andaj Ibrahimi u lidh zemra për Ismailin pak dhe çfarë bani Allah ja çoi në shpallje. Tha inni ara fil manamik
fil manam anni adhbahuk. Tha o Ismail, o djalë jam tu të pa ëndër, a ëndra e pejgamberit është shpallje. Tha jam tu të pa ëndër se duhet me të prej. Me të prej. Pse me të prej? Ha? Se u ka lidh zemra. Ka nis mi u lidh zemra, ka nis pak sini aty të imet. Edhe çka ka thon Ismaili, if'al ma tu'mar. Çish ka thon Zoti bane. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy. Kapi musliman vallahi ja ka qenë 10 vlat. Kapi ty në 9, 8, 5, 3. Nëse Allahu ta kishte dhënë që këtë urdhër, pra Allah për rahmetis ta jep, se din se dele keqja. Allah me thonë ti shka i ki 10 vlat, apo ti shka i ki 7, apo ti shka i ki 5. Zgjedhe cëllin dush preje për me pagujt këto 4. Për me pagujt që ki shpi, që ki e vlat, që ki gruje, që ki të mira, preje një një ndjallë, se jemi, Allah e ka kryuë. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, cëllit janë në thikën ti. Këshirë një një vlat, valla jo, që së nevnër. Për mes me na inzirë Allah që ta çfarë ka thonë, preje një dash, a ki bol. Dhe a i vani zdhimët. E na kur edhe ndashra nuk reflektojna, ata me të vërtet nuk e kena dëgju fjallën Allahu Gjelle Gjelalu. Nuk na ka thonë Allahu na mi preje vlat. Pse? Se e din se nuk e mujna me nuna thikën aty. Na livri dora, dorzohet dora. Po këtë asyje të ndëruar që matli. Musliman do me thonë qfar? Thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu, idh kale lehu rabbuhu eslim. Kur i tha Allahu Ibrahimit, dërzoju. Qka tha Ibrahimi? Kale eslem, u dërzova. E që kjo eslem, qka i be u muslimanja? Që kjo a musliman të ndëruar që matli? Nuk ka për mu kanë musliman kartel, identifikim. Ska letër njoftim, ka zbatim. Apo, ka zbatim. Për këtë asyje, në këtë Ramazan, duhet që dalim me këtë adres. Eslem, o Allah, qka jetë të thonë jam të bo? Qka jetë të thonë jam të bo? Tjetra, që duhet të kuptojmë nga Ramazanit të ndëruar që matli. Duhet të kuptojmë një meselë shumë më rëndësi të ndëruar që matli. Hakikati i kitë veprave është i msheft. Na sot kitë kena arë këtu mu falë, apo? Edhe kitë kena agjëru të nditën. A e dini dikush na i shenë këtu me shkruun agjërushëm? A ka ne aparat me ashtu dikujna që ki pas ka agjëru, që ki jo, që ki po, që ki jo. A dini ato temperaturat që ka ne i mashin në Covid, atë altijën me vetë që ka i këshirë në për duqane, a i ki 37, a i ki 40, që me të lanë me hije. E, tani, a ka për agjërimin sinjal që o të agjëru, jo? Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu në hadith kutsi, agjërimi o jemi, dhe veç për mu bëhet agjërimi, dhe unë është përblej për agjërim. Vini rej tani. Masi veç Allahu është përblej për agjërim, këtu për në ka zonë një mësim për të iksajra. Po për të iksaj, qka ka? Ta dini të ndëruar gjëmërli, se hakikatin e shpërblimeve dhe dënimet për vepra e din veç Allahu Gjelle Gjelaluhu. Andaj, kjo neve në këthem prap të pika e parë, se krejta gjërat lidhen me iman. Që tu në gjami, a pe dim shtash kete dim kush ka në një, kush ka ardhë mu falë. A e dini cëli janë gjërushëm? Ti mund është me ardhë niftar me hangër po. A ke a gjërushëm ajo, qysh e zbulon? Ti mund është me mvet, ama prap se në zbulon. Që me më thonë, a gjërove vëllo, po a gjërove. A mundet me të nëzirë 100%, po përgjigja është e vërtet, se ki pas ka gjëru jo, sa ka kërkush? As me leku se di, as shejtani nuk e di, as nuk ka krijes që ka kriju Allahu Gjelle Gjelalu që e di agjërimin tanë, për të na mësu Zoti diçka. Për çka po do me na mësu që ti agjërimin kur kush e di? Ti po deklarohesh që je çun sifir dhe ka hangër iftar. Ama as gruaja jote se di agjërushëm? A e di ajo që i agjërushëm? A e di baba jo që i agjërushëm? Jo. Që të na mëson Zoti çfarë? Që të punojmë veç për Allah. Që kjo ideja e agjërimit. Shiko Allah shka pëtot, këshire, krejt kujtojnë që i agjërushëm, ama ti nëse si e ti e di, edhe krejt me menu që si i agjërushëm, Zoti e di. Apo, me të thonë ti dikush, a be mdukët e pas ke prish, shka i thu, po ti këshire punën të hanën te, me di Allah, që kjo e di Allah, a jam agjërushëm ajo, që kjo në thelbi kitë veprave, jo veç i agjërimit. A falë na une për kanë falë, e di Allah, për kanë e dhave zëqatim, e di Allah, për shka s'pe për rakirë, e di Allahu Gjelle Gjelalu. Allahu donë pi zemrës tane me dalë krejt autoritetet me të medve të Zoti. Apo, të ndëruar gjëmatli, për kanë qomi në nësifir? A qomi pëse kena gjithë tradit, a pëse nga obligim? Me njësa gjërimin. Për shka nga qomi nësifir? Se ka po obligim kush? Allahu Gjelle Gjelalu. Për këtë asyri, le të mësojmë nga gjurimi, se veprat bëhen veç për Allah. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, veprat shpërblehen te Allahu sipas niyetit.
Ka transmetuar Imam Buhariu hadith tjetër. Një njeri prej të popujve të kaluar, ka thënë alayhi salatu vesselam, një ditë për ditëve e ban një vepër. E ban një sadaka. I merr do parë, e lidh me kese parën, edhe thot t'ja lan dikujt në sadaka. Shkon natën mos ta shohë dikush. Munohet me bë tinza, munohet me bë për Allah, edhe në jetën e ka pas për Allah. I le parët te dera. Edhe çfarë ndodh? Shikoni çka do të thonë kur ti e bën për Allah, kur ta bash për Allah, mos e lodh me kryen më. Kur ta bash për Zot, mos a çka thonë njerëzit, a e bani për këtë, a e bani për atë. Ti mos e lodh kryen, ti pastroje zemrën tënde. E ka lënë pran derës edhe ka shkuar. Kur janë çu njerëzit sabah, kanë thënë, a jep be njëri hajdutit sadaka. Çish, hajdut ka lënë. Thot, ki çon dur ti një njerëzit thot, o Allah, ti e di çka kanë pasur në për qëllim. Nesit munohet me e përmirësu, me remetu veprën e vet. Edhe thot, ta marr një kese tjetër me parë, t'ja çoj dikun tjetër, se ki hajdut kanë kon. Ja çon kujna, ja çon natën në shtëpijës, çohë njerëzit sabah, thot pejgamberi alayhis salam, thoi njerëzit, ai lihet be sadakaja lavirës. Ja kom për dal. Çish ja le për dalës. Ki ka çudur ka thonë, o Allah, ti e di pse ja kam lanë unë. Se ja kam lanë unë për pse ja kanë ajo lavire. Munohet natën e tretë ta përmirësoje. Thot ta marrë një kese me parë, t'ja çoj dikujt tjetër, ja le njerit natën, çohet sabah, ai u kon zëngin. Edhe njerëz thonë pa i lihet be sadakaja zënginit. Ai ka parë, çish ja le atina. Ki çon durt ka Allahu ja thot, o Allah, ti e di çka kam pas për qëllim. Vini rejt ndëruar xhamarli. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, Allahu ja ka pranuar tut tri sadakajat. Ti bane për Allah, a ka qëlluaj hajdut, a ka qëlluaj lavir, a ka qëllu lavire, a ka qëllu e përdal, a ka qëllu zëngin. Ti e ki bo për Allah, ti e ki bo për Zot, ti e ki bo me shpërbli Zot i madh, jo njerëzit. Thot pejgamberi sa Allah i pranoi tut tri sadakajat. Edhe ja pranoi sadakajan, edhe i bani Allahu sebeb sadakajat e ti të pranume me u përmisu tri njerëzit që të cilët ja kalon sadakaja. Çka ka ndodhur thot pejgamberi alayhis salam? U ka qenë sabah kush? Ki hajduti. Ka thonë, kush më pa lanë mu pare këtu, 100% i ka fitu me njerës, a unë e hajdut u mita të vedë. Ka thonë, pisë sot, besën Allah i kur zvedi. Njeri me njerës me kalan parën e vetë, sadaka, 100% ka bim ma kalan. Ama kjo ka na mesazh pi Allahit, që s'ban më me vedë, pi atë natë nuk vedë më. E lavirja që ka thot? Lavirja thot, 100% këto pare mi kalan dikush ka i ka fitu me njerës, a unë e shita trupin tem të bo zina, pisë sot kur s'baj zina më. E ka pranua Allah i sadakajen. Dhe i treti zëngini. Çka thot zëngini? E që kjo mesazh për këtë zënginat, që të kenë frikë Allahut në pasurit e tëre. Andaj Allahu xhelali u drejtohet zënginave në Kur'an. Çka thot? Atuhum mimma lillah. Fukarave o ju zëngina jepni, s'ka thonë pi parave të juve, pi parave të Allahit. Njani thot, ta heki koletën ka dale, po të parave të Allahit janë. Psa ti tuat janë? Wallahi mu paskon tuat edhe në vorri mirë. Qa mësë një merë? Argumenton se, që ka thoni Ibn Qayyim el-Jawziyje, ti në siret i e zëngin, anë hakikat i e fukara. Në keti në zëngin në siret, kena vetur, kena shpi, ama në hakikat, që sho hakikati? Hakikati nga kur ti smush, kur ti vdes, kjo hakikati. E kjo i zëngin, që ka tha o Zoti madh, që të pari ka fitu dikush me njerës, mi pa alon mu, sigurisht gabim, së unë jam zëngin. Ka thonë, po si s'mu më tek mëre mu, dikujt mi dhonë sadaka. Ka fillu pjat dit, ka thonë, une obligoj vetë vetën për hatër Allahit, mi dhanë gjithmonë dikujna sadaka. Kitë kjo qka va, se e bani Allah i kabul. Andaj jemi agjërim dhe muaj i Ramazanit, që të mëson qëfar të ndëruar xhamatli. Mos se lodh një kokën e juve, qka thoi njerëzit. Mos se lodh një kokën e juve, a e pranoj, apo i duket filanët, as pi duket. Bane me nder, bane me respekt, bane me dignitet, bane me disiplin, edhe në fund kush. Thuj, o Allah, ti e di. Sikur për agjërimi që ka thu, ti o Allah e di ti o Allah jam agjërushëm ajo. Po këtë asyje të ndëruar xhamatli, Ramazani vjen me në nxjerr neve musliman pak më të mirë. Jo bashkë ashtu që shjena na, po du të mu bo pak musliman më të mirë, me dasht Allahin më shumë, me dasht pejgamberin sallallahu më shumë, mu kujdes për farefisin dhe familjen pak më shumë, mi lan veprat e këqija pak më shumë, mi ju përkushtu devotshmërisë pak më shumë, me dasht Kur'anin pak më shumë, nga se Ramazani nuk është muaj agjërimit. Ramazani janë muaj i Kur'anit. A lexonin Kur'an? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj Ramazanit të cilin ka zbrit, s'ka thonë agjërimi, po ka zbrit Kur'ani. E çfarë hise kena na pikë Kur'anit, pikë këtij livrit të madh të Zotit xhelle xhelalu?
Për këtë arsye të nderuar xhamatli, vjen një varg mësimesh në këtë muaj të madh, muaj të rahmetit, të cilën na gradualisht gjysmën po e lajna pas, Allahu ta ban kabull pe neve ya rabbal alamin. E pjesa që na ka mbet e agjërimit, pjesa që na ka mbet e Ramazanit, pjesa që na ka mbet prej netëve të begatta të Allahu xhel xelalu, e lutim Zotin e madh, Allahu të na ndihmon. Allahu të na jep shëndet, Allahu të na jep takat. E lutim Allahun që Allahu të na ban musliman të mirë, të cilët e respektojnë Allahin dhe pejgamberin e Islam dhe e respektojnë njëri tjetrin. E lutim Zotin e madh xhel xelalu që Zoti on te bareke ve teala të gjitha gjunaat af dhe maghfirat na i ban ya rabbal alamin. Allahu gjunaat dhe gabimet që i bajna na i lan me rahmetin e vet, na i pastron me faljen e vet. Na ban Allahu që ta zojna Bajramin me gjunaat të falura ya rabbal alamin. E lutim Zotin e madh te bareke ve teala që Allahu të na shpërblen kudo që ja kemi qelluar, ajo ka qenë prej Allahut. E kudo që kemi gabu, ka qenë prej meje fillimisht edhe prej shejtanit. E lutim Allahun që Allahu të na fal, e lutim Zotin e madh te bareke ve teala që Zoti na ban besimtar të devotshëm, edhe neve, edhe juve. Allahu ju shpërblet për dëgjimin, Allahu ju shpërblet për respektin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.